Kryeministri Hristian Mickoski duke komentuar paralajmërimet e opozitës për dorëzimin e amendamenteve pasi Komiteti për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive miratoi propozimin që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të miratohet me të ashtu quajturin badanter të vogël, ka kritikuar deputetët e opozitës se nuk janë prezent në seansa parlamentare. Ai tha se nuk ekziston badanter i vogël dhe i madh, por kjo nënkupton shumicë nga bashkësia, jo shumicë të deputetëve prezent. Të njëjtën e fundit të muajit kur vi në kuvend, kur ka pyetje deputetësh, kur u drejtohem deputetëve nga foltorja, ana e majt është e zbrazët. Opozita le të vi në kuvend dhe t'i meritojnë pagat, nuk ka badanter të madh, të vogël. Ajo thot shumë deputetëve prezent që janë nga bashkësia, jo shumicë. Ai më tej tha se mbështet ligjin për përfaqësim të drejtë dhe u bëri thirrje deputetëve që të votojnë atë. Ligji do të votohet me shumicë nga deputetët prezent, të cilët nuk janë pjesë e bashkësisë etnike shumicë. Kështu që nëse grupi parlamentar është opozitë dhe është i pakënaqur, nëse është në punë gjithkohës, mundet në atë mënyrë që të mos e votojë ligjin, por unë u bëj thirrje që të votojnë. Propozimligji për përfaqësim të drejtë vjen pas shfuqizimit të mekanizmit të balancuesit që për vite është përdorur gjatë punësimeve në sektorin publik. Ligji ndodhet në procedurë parlamentare në lexim të parë me procedurë të rregullt.